krejt që ka në rrethon, madje krejt që ka në brendin ton, krejt që ka ekziston, e shohim apo nuk e shohim, e ndihim ne apo nuk e ndihim ne, e kuptojmë apo nuk e kuptojmë, e njohim ne apo nuk e njohim ne, të gjitha këto thrasin në madhrimin e Allahut te barekuhu teala. Shikoj qetë tokën, që sa janë të krijuara, kush e di? Kush e din që sa është dielli? Janë do vite që japin shkencëtarët, a janë të sakta? Nuk dihet, janë hamendësi. Sa është toka e vjetër, janë hamendësi. Kaq milion vjet, kaq miliard vjet. Edhe po të ishin të sakta ato, para në sa është kjo ku? Kush e mban këtë tokë? Kush kujdeset për te? Kush e mban qiellin? Kush e mban diellin? Kush e mban këtë? Kush e krijon njeriu? Kush e furnizon vazhdimsi? Allahu Azza wa Jall. Aso është kjo bërim i madhnimit që të mahnitesh nga kjo kujdes, nga kjo fuqi, nga kjo pushtet, nga kjo dije që e ka Allahu Xhallahu Ala. A nuk është mahnitse? Prandaj të ndërvëzër, duhet që t'ja rikthejmë imanit funksionet, duhet që imanit ta ushqen zemrën me madhrim, e duhet që madhrimi pastaj ta funksionon besim në jetën e përditshme. Sot ne shohim zbulime shkencore mahnitse. Shiko që ka bu njeri. Edhe pse ato zbulime sot që janë mahnitse, realisht janë të kushtëzuara me zbulimet paraprake. Apo dikush ka zbulu para 200 vjet diçka, e atë zbulim dikush e ka avancu pak, ai pak, derisa sot kemi ardhur në një nikon në nivel të caktuar të zhvillimit dhe arritjeve teknologjike. Sot telefonin që kemi, kamera që është, komunikimin distancë, gjitha këto janë të kushtëzuara me zbulimet paraprake. Nuk janë të momentit. Dikush më ka zbulu diçka, dikush këtë e ka avancu. Dhe prap, duke pas parasysh se zinxhir njerëzish që kanë marrë pjesë në këtë kontribut, prap mahnitesh. Thush që njeri që ka bo, që kë shkencëtar, që kë dietar, deri në ndoshta në shenjtim, deri në madhnim të atij njeri, është krijes që diçka din e shumë tjerë nuk i din. E ku është madhnimin dhe Allah Xhallahu i cili a e ka kriju, kush e ka mësu, kush jella potencialin njeriut që të kupton, që të merr, që të din, që të zbulon, kush e ka dhënë? Allahu Xhallahu Ala. Prandaj në çdo mahnitje të ndërvozur që arrim ta thithim në veten tonë në bazë të ndonjë aftësie që ka ndonjë krijesë, duhet që të arritim këtë mahnitje duke orientuar te krijuesi. Sado që dikush është i dishëm, Allah është edhe më i dishëm, sa e ka mësu. Sado që dikush është trim, Allahu Xhallahu është edhe më i gjithfuqishëm, i cili ka jap dikujt trimnin. Sado që dikush është bujar, Allah është edhe më bujar, sa e ka furnizuar që dikush të jap nga pasuria e tij, e kështu me radhë. Prandaj krejt që kanë rrethon nga krijimi, nga qielli, nga toka, nga arritjet, nga kuptimet, nga zhvillimet, nga çka do qoftë që na bën për të mirë këtë dunjë, duhet të jetë realisht një bazë mbi cilën e ndërtojmë madhnimin te Allahu te barekuhu teala. Madhrimi i cili na bën që, sikur që përmenda, ta dojmë Allahun te barekuhu teala. Madhrimi i cili na bën që me e trajtuar me seriozitet çdo udhëzim që vjen nga Allahu te barekuhu teala dhe çdo ndalesë që Allah e ka ndaluar me e kuptuar si prioritet dhe si diçka shumë të rrezikshme, nga se nuk vjen nga dikush i rëndomt, por vjen nga krijuesi i gjithësisë.